më shpallën armik partie, më shpallën tradhtar, kështu që Edi Rama, por që faktikisht tani më mbrapa të gjithë thonë të njëjtat gjëra, që ishin gabim trashanik, i dhuram Ramës 61 mandate, më po ata okej. Po me Palmerin. Prit tani. Dhe unë kur Shteti Bashkuar të Amerikës ndryshuan kursin dhe e rithirën opozitën e Partisë Demokratike të Lëvizjes në Tryezë nëpërmjet Këshillit Politik, shkoj prapë në departament shtetit, takoj zotin Palmerin dhe them, "Po çfarë duke bëri tash?" Çfarë duke bëri tash, sepse duket sikur talleni me ne tash. Na hidhin betejë, ai tash dhe këta i riftonin prapë në Tryezë. Dhe ai më tha një gjë që mua më la pa fjalë. Se ka kontekst kjo që po të them raport me deklaratën. Tha, po çfarë mund të bëjmë më tepër në amerikanët nëse ju shqiptarët tha nuk na dëgjoni tha. Nga shkurti tha, deri në 30 qershor tha, mbaj pak shënim tha mua tha. Ke një deklaratë në mëngjes të ambasadës amerikane dhe një deklaratë në mbrëmje të departamentit të shtetit tha. E ke në zërin Amerikës, dhe ju e dini si gazetar, do mund ta averikoni shumë lehtë. Ku Shtetet Bashkuara të Amerikës u thon shqiptarëve, shiko, mos i bojkotoni zgjedhjet se nuk i bën Edi Rama, i bëjmë ne. Madje deklarata gati kështu, jo diplomatike. Departamenti i Shtetit dhe ambasada amerikane, nga shkurti deri në 30 qershor, çdo ditë kanë bërë 2 deklarata këto shqiptarëve, nuk i bën Edi Rama zgjedhjet e 30 qershorit, i bëjmë ne. Shqiptarët ta dëgjuan Sali Berishën, tha Ilir Metën, tha Edi Ramën, tha. Tani si mendoni ju që neve tha tani do dalim mbi shqiptarët në këtë histori? Nëse për ata loja politike e brendshme është më e rëndësishme se sa 2 deklarata në ditë tona, atëherë ne duhet të mbajmë shënim ta. Tani pse ta thash të? Kur ata thonë urime popullit shqiptar, këtu merre se ta marrësh, po unë po e lexoj duke qenë se i di ca biseda. Kam një dieni, unë mund të them këtë gjë që edhe Edi Ramës i thuhet mos u gëzo o i gëzuar, edhe Sali Berishë thuhet që mos shpreso o i pa shpresë, por nga ana tjetër i thuhet popullit shqiptar tani, a votuat? Ky është rezultati. Dhe nesër, as mos gjykoni, as mos parazgjykoni, as një lloj bashkëpunimi të mundshëm dhe as një lloj përzgjedhje që ne do bëjmë në bashkëpunimet e mundshme. E qartë. Sepse fotografia është kjo që është. Pra shqiptarët, pa e hyrë historive u vodhën, su vodhën, u bën, su bën, 1.400.000 vota, nuk ka rëndësi se nëse është bërë vjedhja, është bërë në favor të njërit apo tjetrit, pra për të prishur balancën, po janë për Sali Berishën, për Edi Ramën apo jo. Po. Kështu që këtu politika nuk ndryshoi, do me mbeti bipartitizmi. E kanë dhënë atë që quhet shumica dërmuese e vullnetit tyre. Sali Berisha, Edi Rama. Se kë vazhdojnë të zgjedhin amerikanët si bashkëpunues, tani është çështja e tyre. Jo. Më të shkodifikim. Kaq, çfarë të them unë? Denis, si e lexove Denis këtë deklaratë të ambasadës? Unë jam dakord me Arianin që ata nuk kanë ngut. Në fundit Shqipëria është një vend i qëndrueshëm me stabilitet fort politik dhe nuk ka pse ata në 12 maj të reagoni me njëherë për zgjedhje, sepse nuk është një zonë nxehtë. Ata reagojnë me njëherë ku ka zona nxehta. Për shembull, reaguan shumë shpejt në Rumani, sepse aty kishte tjetër peshë. Edhe pa se uruan, se kam atë. Kë? Nuk është se e uruan me Zipresin bashkëpunojmë. Me Zipresin, bra. Ja, dha emrin e presidentit aty. Ja e kam unë, e kam pa merak, po se ja ku është. Presin bashkëpunojmë me Niku Sordar, si presidenti Rumanisë me qeverinë e re. Po jo urime. Presin të bashkëpunimi, çfarë do të thotë ai zota përqafoi në fond Aty e kanë dhënë pra emrin. Ka dy, aty e kanë dhënë emrin. Tu kanë dhënë emrin pra, prandaj them se dakord, por edhe tek mesazhi që është për Shqipërinë kanë termin shumë të rëndësishëm që është partneritetin tonë të ngushtë. Dhe partnerit, jo, një sekondë. Pra shqiptarët e votuan pra? Një sekondë pra, se nuk bëhet partner, ai nuk vjen e bashkëpunon me militantin, me qeverinë të bashkëpunojnë. Tu për shkakun në Rumani e përmend emrin. Edhe një herë pra, ka ndryshuar ajo që tha Ariani ka shumë sens. Ata kanë ndryshuar stil. Po ta lexoni, ata vlerësuan po mirë, në këtë stilin e ri po u thon shqiptarëve.
ju e deshët, ju e votuat, mos të kërkoni llogarinë pse bashkëpunojmë ne me të tani. Këtë po të thot pra. E thën shkurt muhabeti, do kështu. Po kaq pra. Tani po ta shohësh se nganjëherë duket për qeshur reagimi para 4 vitesh, ata ngrinin në qiell dhe Lulzim Bashën që humbi. Po. Edhe ai ishte i panatyrshëm për vendimin tim. Ishte administrata tjetër. Po, ishte tjetër. Tani ka ndryshuar stili dhe ajo që thot Ariani është plotësisht e saktë, pra në një farë mënyrë këtu është uruar populli shqiptar sepse edhe për mua kanë bërë mirë se ne bëjmë një gabim të madh. Duke u përfshirë në këtë betejë politike, i kujtojmë zgjedhjet sikur janë partive, sepse këtu komisionerët i kanë partitë, gjithçka kanë partitë. Ndërkohë, dita e zgjedhjeve është e qytetarit, është ai që është zoti i zgjedhjeve. Thot Ariani dhe jo e prit ta çojë deri në fund. Po, okay. Dhe duke qenë qytetari, urimi shkon për qytetarin. Pra ti ushtrove atë që është dita jote më e rëndësishme e jetës politike. Kundër qëndrimit të opozitës që thotë kjo ishte një farsë elektorale e opozitës. Ku ka farsë? Ku është farsë? Po pra. Tani ky citimi i ambasadës bie ndesh në mënyrë të qartë me PD-n. Qëndrimin e Partisë Demokratike. Ne po komentojmë pse Rama nuk është përmendur apo jo. Pa, por PD-n ai është. Pra, ideja është që institucioni i zgjedhjeve në raport me Amerikën. Pastaj politika e brendshme është tjetër gjë. Tjetër gjë. Pra, në momentin që institucioni i zgjedhjeve është certifikuar nga ky njoftim, ka mbaruar më këtu, s'ka më debat farsë shkot. Kanë certifikuar farsën amerikanët, siç thot PD-ja. Se kjo është certifikimi i zgjedhjeve. Po mund bëjmë dakord edhe për një gjë për shembull. Ta thash pra, certifikimi i zgjedhjeve, zgjedhjet janë dita më e rëndësishme për qytetarin, për ne të gjithë, që jemi përveç Arianit që është politikan. Certifikimi i zgjedhjeve po thua? Po patjetër. Neutralitet më çfarë certifikim apo? Distancim nga zgjedhjet, neutralitet. Jo, është distancim nga politika e ditës. Nga zgjedhjet. Ore, ai të ka thënë urojmë popullin shqiptar. Kush? Zgjedhja është domeni i popullit, nuk është i partive. Ne kemi kthyer keq. Po mos harro, vetëm një gjë pak. Se unë e thash edhe në analizë. Ja, vetëm një frazë, një batutë, në fakt. Okej, vazhdo, s'ka gjë. Një batutë. Nëse unë e thash në fillim të analizës që ishte faji ynë dhe lajthitja e politikës shqiptare, nuk ka rëndësi se kush, që vendosur SBA-t si lajtmotiv fushatës, apo jo. Dhe në këtë mënyrë, amerikanët po tregojnë shumë të kujdesshëm me Shqipërinë. Se kuptojnë që këtu sensibilitetet në raport me SBA-n janë më të larta se sa dhe më gati më marroke se sa ata mund të tolerojnë dhe mund të pranojnë. Dhe për mos hyrë në politikën e ditës, ata nuk flasin me emra, por duke ia lënë përgjegjësinë popullit shqiptar, ata këtë përgjegjësi e japin edhe për zgjedhjet, sepse urohet populli shqiptar për zgjedhjet. Pra, çfarë ndodhi është e juaja. Ama nesër, nëse po themi në Shqipëri ka sensibilitet pro apo anti-amerikan bazuar në partneritetet që zgjidhen amerikanët tu, amerikanët po thonë shqiptarëve që shiko, mos na gjykoni ju ne nesër se u bëm me këtë apo u bëm me atë, se ne po zbatojmë atë që është urdhri i shqiptarëve pra. Vendimi juaj. Po është vendim, është urdhër, ku qëse shqiptarët thonë që kjo është piktura politike. Këta janë politikanët që duam ne. Ndash socialistët mos të habitën nëse amerikanët vendosin të kenë një marrëdhënie preferenciale me Sali Berishën. As demokratët mos të habitën nëse amerikanët vendosin të kenë një marrëdhënie preferenciale me Edi Ramën. E qartë. Ka që thjesht është. Aner, si e shikon këtë qëndrim të ambasadës? Kur po bëhe një searching lidhur me këtë situatë dhe mënyrën se ishte i qasur, ish liderit dhe ish njerëz të rëndësishëm që kanë qeverisur Amerikën para kësaj administrate, unë gjeta një shprehje një citim të Joe Bidenit, ish presidentit. Në 2021 Joe Biden kishte thënë një shprehje të përgjithshme që është kontekstin aktual. Thotë, demokraci nuk ndodhin rastësisht. Duhet ta mbrojmë, të luftojmë për të, ta forcojmë dhe ta ripërtërim. Po. Atëherë, çfarë lidhje ka kjo shprehje, ky citim me aktualitetin sot? Unë mendoj që amerikanët në Shqipëri, pra kjo administratë, ka kuptuar që demokracia në Shqipëri ka rënë. Sistemi që ata kërkojnë të përpiqen ta mbrojnë, ta ripërtërin, ta forcojnë, nuk gjendet askundi në aktualitetin e përditshëm të kësaj klase politike që ka rënë batakun e një marrëdhënie të ngushtë që palët nuk bëjnë dot pa njëra tjetrën. Kur amerikanët e kanë kuptuar këtë gjë, kanë filluar të distancohen. Kanë filluar të qëndrojnë larg, kanë filluar që mos të kenë asnjë lloj admirimi për palët, për opozitën apo për qeverinë. Pra, kur ata shohin që Shqipëria nuk po plotëson standardet minimale të demokracisë,
kurse si nuk mund të bëhen palë me njërin nga aktorët e klasës politike. As me të majtën, as me të njohën zgjedhjet Almer? Shumë saktë. Jo, e tha saktë. Ai njohën zgjedhjet amerikanët? Unë mendoj që amerikanët nuk kanë njohur zgjedhjet. Vetëm arsyeja që mesazhi ka ndodhur 16 ditë është mesazh më vete. Amerikanët 16 ditë me vonesë. Është mesazh më vete, pra tregon që ata janë indiferent ndaj realitetit në Shqipëri dhe nuk pranojnë mënyrën se si janë zhvilluar dhe okupuar zgjedhjet. Pra ata nuk e shohin një proces legjitim zgjedhjet. Nuk ata mund të shohin Edi Ramën në qeverisje sepse duam dikë që të bashkëpunojnë. Patjetër. Por ata nuk e shohin Edi Ramën të zgjedhur në mënyrën se ata konceptojnë demokracinë. Edi Rama ka marrë tjetër 3 mandate, opozita ngre akuza, lufta bababam me bababam vazhdon. Po amerikanët kanë tjetër qasje. Amerikanët thonë zotri, juve jeni në një realitet të brisht politik që nuk ju çon gjykundit kjo sjellje që po bëni. Ju nuk jeni në urimi për popullin shqiptar, është një distancim Amerikanët marrëdhënie me popullin shqiptar kanë pasur edhe atë idenë kanë pasur në komunizëm. Problemi që s'kan pasur marrëdhënie me drejtuesit e kohës. Është e njëjta situatë dhe sot. Me popullin ata do kenë gjithmonë. Pse keni kaq vështirë ta kuptoni? Kush votoi në 11 maj? Votoi një popull, do kthej prapë luftën. Jo, kush votoi? Shqiptarët votuan. Si votuan shqiptarët? Po kaq nuk votoi as Rama as Berisha, votuan shqiptarët. Atëherë, prandaj urimi është për votuesin. Amerikanët pse jo për qeverinë? Po çfarë zgjedh? Po pse edhe një herë pra. Se edhe kjo tash të qeveria ketë pjesë dytë. Qeveria është e zgjedhur nga populli. Partneriteti i ngushtë është te qeveria, se partneriteti i ngushtë nuk bëhet me OJF. Bëhet edhe me OJF. Denis do bëjmë me kujtim që falin tek Ministria Administrative. Bëhet me qeverinë. Qesarakës. Tani, Denis, kush do jetë qeveria është tjetër gjë. Amerikanët, o Denis, do të lëvizjet amerikanëve. Ti shpjegojmë. Para kësaj deklarate, i diti shumë mirë se e ndjek aktualitetin. Një lloj si unë. E para, erdhi i citapi takoi drejtuesit e policisë së shtetit. Erdhën njerëzit e rëndësishëm ai komisioni që takoi Altin Dumanin dhe SPAK. Erdhën njerëzit e pambondit. Po pra, erdhën njerëzit e DEA-s edhe vajtën pasi ndodhi ky aksion i famshëm i troplinëve me italianët, dolën me deklaratë zyrtare. Zotri, kërkojnë bashkëpunëtorë në Shqipëri të denoncojnë, të bashkëpunojnë, të reagojnë për lidhje me trafikun e drogës. Pra, të gjitha hallkat e institucioneve të rëndësishme SBA me marrëdhënie institucionale funksionojnë. Kush nuk funksionon? Maja. Nuk funksionon politika. Nuk ka pra marrëdhënie konkrete, zotri. Nëse ne Partitë Demokratike do ta marrim një parti inekzistente në marrëdhënien e SBA-n, hajde ta quajmë, dhe realisht është kështu. Por ndërkohë as qeveria nuk ku është problemi ndi? Problemin e shëtë e gjithë klasa politike në Shqipëri. Ne klasën, ku është problemin? Amerikanët sot. Cili është sinjali që ti shef që qeveria shqiptare nuk ka problem sot me administratën ta them unë, nuk shoh gjë më. Ta them unë. Qofse ata kanë për të investuar, ata do investojnë. Unë marr si referencë vetëm qasjet e tyre. Unë mund të jem gabim. Referenca është 2021, ke ndonjë deklaratë. Amerikanëve. Ky është para, ky qendrim, o zotri, ky qendrim populli shqiptar, Vonesa, mos përmendja e di edhe një herë. Mos ngutja dakord, gjithsesi ngutja është shumë term më elegant, nuk është vonesa. Ma dëgjoj. Në 16 ditë ai mund të ketë bërë administrata, Trump është marrë me negociatë Istanbul. Po pse? Po bëj një pyetje. Në raport me qendrimin e drejtanishëm të ambasadës ishte gjithë kohës, domethënë. Të bëri përshtypje ty që ambasadorja Yuri Kim në foto me antar të qeverisë. Kuindi. Deklarata. Jo Kuindi, ka ndryshuar pra se ka ndryshuar administrata. 5 liderët që bën telefonate me Trump nga Tirana, të bëri përshtypje. Po çfarë ide ka kjo? Simbolese. Po simbolese. Mirë, ata mund të flasin, të kalojnë avion mbi Shqipëri, ata flasin telefon. Po jo, mos e s'ka që thjeshtë. Rama deri tani ja ul verja, çdo gjë janë simbole këto diplomatike. Ore zotri, ku jeni ju zotri thot ai? Ku jeni nga po flisni nga ky moment? Jemi në një samit në Shqipëri. Çfarë ide ka kjo? Shqipëria në konvertim. Do fal një sekond, se shiko, nuk bëhen telefonatat, hajde me që si bëjmë ne të dy për shkak, po e marrun Almerin tani është këtu apo s'është këtu. Ato kanë agjend më burit. Po mirë, kjo telefonata çfarë prodhon për Shqipërinë? Çfarë prodhon për marrëdhënien shqiptare amerikane? Është simbolik për ne, nuk është asgjë simbolik. Ore, për ne për shqiptarë, dakord. Me këtë ndryshim. Tani do të lutem mos fol si këta që do prodhoj buke pensione tani. Po flas në marrëdhëniet dy palë. Unë të thash, më thuaj letrore. Shiko,
ndërqeveritare, ka një ftofje sot Jo, nuk ka. Ka ftofje pra. Ku e ke pra? E para. Cila është? Ore, e di pse kanë reaguar amerikanët sepse kanë ambasada këtu. Ma le të japun logjik për gjën time. Ta them unë ftofjen. Do të jap arsyetimin dhe unë ta përfundoj. E para, nëpër studio pas zgjedhjeve, duke filluar nga muaji i parë dhe të gjithë ata të cilët janë opozitarë me këtë qeveri kanë thënë, amerikanët nuk kanë reaguar, amerikanët tamtamet, kanë vazhduar. Është detyruar ambasada duke dëgjuar deklaratat dhe ka pyetur atje. Zotrinj të nderuar, shefa që jeni në Washington, realiteti i Shqipërisë është ky, të reagojmë ne? Ata kanë menduar qartë edhe kanë bërë të lloj reagimi. Mendojnë një opsion. Opsioni i dytë që mendoj unë është që Rama sot, duke përdorur të gjithë interlokutorët dhe miqtë e tij të ngushtë, nga Meloni me shok, nuk po gjendot hapësirë komunikimit drejt me administratorët, të paktën të bëj një vizitë simbolike, të marrë një urim. Ska arsye tani. Po sepse nuk e duan më fare, nuk e duan. Ore, ta dishim, kjo është perceptim, nuk është fakt. Po mirë, unë po ta jap fakt, më gjej faktin që kjo marrëdhënie është shumë më shëndosh. Po s'ka arsye, pse s'ka arsye mos i të shëndosh? Marrëdhënien ndërshtetërore internacionale do vazhdojnë. Marrëdhëniet politike, SBA dhe edhe kjo qeveri nuk i ka të grota. A erdhi Defender 2025 prap në Shqipëri? Do vazhdojnë gjithkohën ato. Po tani çfarë? Po këto janë sinjal, jo mos s'kan vazhduar gjithkohën. Ora ke gabim. Sepse në 96-ën, 95-ën ata i mbyllën kontaktet me Berishën dhe nuk flasin për realitet kuponiste lufta e Kosovës. Duan të japin shenja, japin mirë ata. Distancim institucional po thua? Nuk ka distancim institucional, janë të shëndosha, janë super më. DEA funksionon, SPAKU funksionon, ICITAP funksionon. Janë institucione që kanë marrëdhënie të drejtë për drejtë misionet amerikane. O Alme, ç'a pret ti që të vej Rama në Shpinë e Bardhë? Po do vej në shtator, ç'a do them? Do vej në shtator. Po do vej në Vjesh, do vej vitin tjetër. Çfarë rëndësie ka kjo? Po s'është ky problem. Shiko, unë mendoj, e di çfarë shohun sot në Shqipëri. Nëse do ishte në një farë mënyre ajo që pretendon Berisha dhe PD-ja, pra farsa zgjedhore. Jo mos ka lidhje fare, nuk merren fare. Unë do merrem vetëm me subjektin politik të marrëdhënies. Rama, miqtë ambasadës ta thoshin që këtu u mbajt një farë zgjedhore, do ta kishin problem. Se ka ndryshuar stili, nuk është më ajo që tha kortezia diplomatike amerikane. Amerikanët sot janë indiferent ndaj çdo gjë që po ndodh në Shqipëri. Po jo pas se po ta thotë ai, po ta thotë që partneriteti i ngushtë do vazhdoj, nuk ka fjalim më domethënë se kjo. Situata e brendshme në SBA prodhon këtë lloj narrative politike edhe për Shqipërinë Denis, sepse lidhur me kjo administratë e re ka ardhur për të bërë disa ndryshime rrënjësore atje. Mënyrën si do funksionojë politika jashtë politika brendshme. Por ai të thotë, partneriteti me kë është partneriteti, me kë bëhet? Ndërshtetëror, ndërinstitucional. Po pra, në rregull pra. Po jo politik. Jo politik. Po çfarë qeveria nuk është politike. Ka një gjë. Qeveria s'është politike. Rama parlamenti s'është politik. Është më. Ku ka ndonjë cili është kontakti i parlamentit me ato? Zero. Po ku e di ti se është zero? Ore edhe një herë. Ore ta shohin paktën unë kam gabim, të nxjerrin mua gabimin me të qasjen time. Do nuk kupton zero nëse do kishte një kërkesë të ambasadës amerikane te qeveria shqiptare dhe qeveria të mos i hapte derën. Kjo do ishte zero. Ka shans të ndodhë kjo. As qeveria komuniste nuk e bënte këtë gjë. Po le mos se qeveria komuniste s'kishte fare ambasadë, s'kishte kontakte fare. Mendova që qeveria më ekstreme nuk e refuzonte dot. E ka refuzuar Berisha, ta dish. Po ka refuzuar Berisha. Po ja, por kjo është dallimi. Kohë tjetër. Ka qenë zëvendës ndihmës sekretari i shtetit. Nuk është pritur nga Berisha këtu në Tiranë. Di ti këtë apo jo? Po flasim për 96, për një lloj realiteti 95-96. Po flasim për një tjetër realitet. Jo, më para se të binte Timothy Wirtin ai në 97-ën. Jo, 95-96 pas sulmit të këtyre minoritarëve. Ka një gjë. Ky është pas sulmit gjyqësor, Unë mendoj që ky është që unë të jem fair dhe me ata që më dëgjojnë dhe unë që mos të jem njerëz që mendoj që opozitës po i bjen qafë me këtë, më tha, pra opozita ka të drejtë, nuk dua ta bëj këtë. Unë do të them një gjë shumë qartë. Është një mesazh indirekt i balancuar dhe mos përfillës ndaj klasës politike shqiptare. Nuk pajtohen me këtë realitet dhe ata kërkojnë reflektim dhe ndryshim. Dhe unë mendoj që i pare që ka kuptuar këtë është Rama. Dhe Rama përpiqet që të hyjë në hollin që kërkojnë amerikanët me ndryshimet që do bëj tani dhe në qeverisje, po dhe mënyrës i diqaset Amerikës. Ata kanë disa. Reflektimi është pozitiv. Kush është kundër reflektimit? Më lejon pak. Kush është kundër reflektimit? Rregullet të reflektojnë. Dhe për cilësinë e qeverisjes, patjetër. Dhe për cilësinë e kabinetit, se kjo është e rëndësishme. Po marrim për një moment të vërtet gjithë të që the ti. Dhe nuk ka arsye pse po themi ta kundërshtojmë në mënyrë kështu a priori. Por nëse kjo është e vërtetë, që amerikanët nuk e duan Edi Ramën,
Dhe me këtë qëndrim janë duke treguar atij që ti nuk je i preferuar ynë. Ama nga ana tjetër janë duke thënë opozitës që edhe juve nuk ju duam. Me opozitën e kanë shprehur atë, derisa Berishës nuk hoqën ngrada, unë opozitës e marr konsiderat të rast. Pra, prit pak një sekond, prit pak sepse kjo që po thua ti është më e tmerrshme se ajo që po thoja unë. Po patjetër më ky është realiteti. Prit pak, sepse unë po e thoja më të butë për t'i lënë një shans opozitës. Se kam frikën se duke thënë këtë gjë, ti praktikisht je duke vrarë çdo